e femra. A më përgjithësi kështu? Një herë të djemë, tani edhe më përgjithësi. Mandej, sa gjatë, sa shkurt janë si vjetë, që shpërshkurt? Që atë dalimi kryesor si vjetë që shumë farmerë ka të zëmatullat të shkurta janë të gjinija mashkullore me qarapat gjata, ku fokusohet patikat, qarapat edhe sa të shkurta i kanë farmerkat. Që ajo o kriju trend prej basketbolistave, prej vitit kalum, tash ka hi në trend edhe këtë. Një trend i mirë që mu për vetën pëlqen, edhe mu pëlqen shumë. Që nuk është e djemë të shpandollat e ngushta, që nuk është ma në trend shumë mirë. Nuk janë pantollat e ngushta. Në sen që mu për vetën përshjet tem, kam qef me qenë pak ma të gjera, pak ma të drejta. Kretë kjo ka ndryshu fol gjinis femërore, abdin që kanë ditë me thonë që hej, është koha pak ma gjërë mu veshë dhe o këthy për më do këtë viteve 90-a stili pak. 90-a 2000-a po stili pak ma të esha gjona. Fatmirësisht, unë atë stet 90-ave kom përjetu se më të të dësh, që nashta ju e një matrizja keni përjetuve që ne kom përjetu edhe 90-ën edhe 2000-ën edhe tash. Edhe 80-at? Do më thonë po. 3 faza stilit i kom përjetu edhe jam proces tash. Për 80-at nuk e di, 90-at, 2000-at po. Buri ma si pas kanë fillu me i zgjeru, te kam tash veç kur ishe bënë edhe... Sheze. Ha? Sheze. Ajo është e 70-a, a? Ajo është e 70-a, ja. Pse këthejnë këto trende, po më intereson? Që kanë ndodhë? Pse? Trendet këthejnë realisht se kisha me thonë në gjitha gjërat vese janë zbulu. Në aspektin e modës, ku du me folë, kështu gjërësisht. Pak të 100 vjetë të fundit, ashtu ka ndodhë. Edhe gjithmonë ka hapësirë me eksperimentu, po njerëzë nuk i ikin diçka krejt re. Kanë qef pak me shku qaka që ma heret, pak me lujt me ngjyra, pak në e forma ashtu me ndryshu, për ato dhe trendet të ma jeshme janë matë sigurta, dhe për ato shkojnë të u këthy gjithë kohës. Përsa i takon femrave, se ti e the për burrat, dhe më thonë, gjatësin e pantollave, cilat janë sa i takon gjatësisë fustanave? Janë deri të gjojt, janë për mund, deri të gjojt, janë pak ma gjëra. Po, deri të gjojt, pak për mi gjojt, deri të gjojt, pak ma gjëra, kështu, ma cool, ma të përshtatshme. Po mundesh me vesh edhe me nalta? Me take, mundesh edhe me atlete patika, gjatë ditës, varet krejt që shi kombinat pjesën sipër. Tonë, i apë një pami përgjimtare vishjes. Tani, e kam një pyetja, mendoni se ka një kufi ndërmjet qenit me stil edhe ekspozimit të prum, ose të pris, përsa i takon miksimit ngjyrave, gjërave. Gjelza? Ka, po, këtë varet prej personalitetit, mendoj. Personaliteti, cëcil njëri e ka personalitetin e vetë që unë për vete mendoj që e ka dhënë për mes veshjes. Realisht, kam qenë në studime në Sloveni, e kom pas i tem diplomës, mës t'i bijat, po shpërtimisht, e kom pas tem se si një veshje e të regon një personalitet një njëri. E të regon? Po. Si në më gjatë kur gjotë prej gjume që ka zgjedh me vesha, dhe para që ty paka shumë se qëfar energjie ki, qëfar... Shumë e vërtet është. Qëfar mudi jenë në atë ditë, nështë... Unë ndodhë kjo çdo ditë. Fiks, edhe në momentin e parë se zgjedh një veshje, nështë e veshje është krejt zetë që atë ditë nuk jenë nështë ose je shumë confident, edhe përdo me këtë punë, ose je një bad mood që veshje të këshu me vesh diçka dhe me ka... Unë gjyrën e zetë për shambull e veshjeve që kur ndije mirë. Fiks. Edhe thjesht bëjt zgjidhja, unë gjyrën e zetë nuk e duheq. Mu gjyra zetë është gjyrë për me shkoj që mbarem. A vëltan, do me thonë, në gjyrë që s'ka jetë. Gjyra zezë është okej, për dyken elegante, ama mu nuk më pëlqen, mu nuk më rrinë mirë, mu nuk më banë mirë, nuk më pëlqen trupin tem, se në gjyrat